Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po e nxit Serbinë dhe vendet e tjera të Ballkanit të pranojnë emigrantë të deportuar nga Shtetet e Bashkuara, raportoi Bloomberg News të njëjtën. Kërkesat drejtuar vendeve në rajon janë pjesë e një strategjie më të gjerë të SBA-s për të gjetur qeveri të huaja të gatshme të pranojnë emigrantë të deportuar, raporton Bloomberg, duke u referuar personave që kanë njohuri mbi çështjen. Shtëpia e Bardhë, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Ministria e Jashtme e Serbisë nuk ju përgjigjen menjëherë kërkesave të Reuters për koment. Muajin e kaluar, Gjykata Supreme e SBA-s lejoi administratën Trump të revokojë statusin e përkohshëm ligjor të qindra mijëra migrantëve nga Venezuela, Kuba, Haiti dhe Nicaragua që jetojnë në Shtetet e Bashkuara, duke forcuar përpjekjen e presidentit Trump për të rritur deportimet. Administrata Trump ka kërkuar destinacione të mundshme për emigrantët që mund të deportohen si rezultat i vendimit, theksohet në lajmin e publikuar nga Bloomberg. Marrëveshjet për të pranuar emigrantë të deportuar nuk janë të paprecedenta në Ballkan, thekson Bloomberg. Një marrëveshje e ngjashme u arrit mes Italisë dhe Shqipërisë, pasi kryeministria Giorgia Meloni e bindi vendin ballkanik të hapte qendra për emigrantët e ndaluar, teksa përpiqeshin të kalonin nga Afrika në Europë përmes detit.